Nga 1 janari ka nisur vaksinimi i djemve 13 vjeçar me vaksinën human papilomavirus. Arben Xhabia, krye vaksinator pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Shkodër, tregon se kjo vaksinë të mbron nga disa sëmundje. Nga 1 janari i 2026, pra nga 1 janari këtij viti, kemi filluar vaksinimin e djemve 13 vjeçar me vaksinën human papilomavirus. Kjo vaksinë që është në përdorim në vendin tonë ka filluar në nëntor të vitit 2022 me vajzat me moshës 13 vjeçare, dhe ndërsa nga 1 janari këtij vitit kemi filluar vaksinimin e djemve 13 vjeçar. Vaksina përmban 9 tipe të viruseve human papilomavirus. Janë virusi 9 tipet e 6-11 që të mbrojnë nga lythat genitale, ndërsa virusi 16 dhe 18 të mbron nga kanceri i qafës mitës tek vajzat, nga kanceri i organeve genitale po ashtu te vajzat, si dhe nga kanceri i organeve genitale mashkullore tek djemt dhe të kanceri i fytit dhe i faringut, orofaringut. Pra janë vaksina të prodhuara në mënyrën që të mos shkaktojnë sëmundje. Vaksina nuk shkakton sëmundje, sepse është e prodhuar nga një pjesë e virusit. Për këtë vaksinohen në vit rreth 700 vajzat e moshës 13 vjeçare. Normalisht në çdo vit ne vaksinohen rreth 700 vajza të moshës 13 vjeçare. Në para 2 vite kemi filluar edhe një fushat vaksinimi për vajzat e moshës 14 deri 20 vjeç. Normalisht ato janë të vaksinuar, mund të vaksinohen rreth 150 vajza të kësaj kategorie çdo vit. Në disa qendra ka filluar vaksinimi për djemt, domethënë ata që kanë moshën 13 vjeçare në këtë muaj, domethënë janë paraqitur dhe janë vaksinuar. Vaksina kundër HPV-s mbron nga kanceret dhe lythat gjinitale.